Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Hamim, tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Hamim. Ky libër është shpallur prej Allahut, të plot fuqishmit dhe të urtit. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Ne I kemi krijuar qiellin dhe tokën dhe çfarë gjendet midis tyre me qëllim të plot dhe me afat të caktuar. Megjithatë, mohuesit shmangen nga ajo që është paralajmëruar. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Thuaju, a I shihni ata që I adhuroni në vend të Allahut? Më tregoni çfarë pjesë të tokës kanë krijuar ata? Mos vallë, kanë ndonjë pjesë në krijimin e qiejve? Më sillni një libër të shpallur para këtij Kurani, ose ndonjë gjurmë tjetër të dijes hyjnore, nëse flisni të vërtetën. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Kush është më I humbur se ai I cili në vend të Allahut u lutet atyre që nuk mund t'i përgjigjen deri në ditën e Kiametit. Madje ata janë krejt të pavetëdijshëm për lutjet që u bëhen. Kur të tubohen njerëzit në ditën e gjykimit, idhujt do t'jenë armiqtë të tyre dhe do ta mohojnë adhurimin e tyre. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. Kur mohuesve u lexohen shpalljet tona të qarta, ata thonë për të vërtetën që u vjen, kjo është magji e qartë. Ose thonë, ai Muhamedi e ka trilluar vetë atë. Thuaju, por nëse unë e trilloj atë, ju nuk do të mund të më mbroni nga dënimi I Allahut. Ai di më së miri të gjitha shpifjet tuaja për të. Mjafton ai dëshmitar ndërmjet meje dhe jush. Ai është falës dhe mëshirëplot. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. Thuaju, unë nuk jam I pari I dërguar dhe nuk e di se çfarë do të ndodh me mua ose me ju. Unë ndjek vetëm atë që më është shpallur dhe jam vetëm një paralajmërues I hapur. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
Thua ju, më tregoni se çdo të bëhet me ju, nëse Kurani është vërtet prej Allahut, e ju e mohoni. Ndërkohë që një dëshmitar nga bijtë e Izraelit dëshmon për vërtetësinë e tij dhe e beson atë, kurse ju tregoheni kryelartë. Me të vërtetë, Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë njerëzit e padrejtë. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. Mohuesi thonë për besimtarët, nëse Kurani do të ishte ndonjë gjë e mirë, ata nuk do ta kishin besuar atë para nesh. Dhe kur nuk e pranojnë udhëzimin e tij, ata thonë, ky është një trillim i lashtë. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. Para Kuranit të shpallur libri Musait, një udhërrëfyes dhe mëshirë për ata hebrejnë që e besuan. Ky libër Kurani e vërteton atë. Ai është shpallur në gjuhën arabe për t'i paralajmëruar ata që bëjnë të këqija dhe për t'u dhënë si harriqe punëmirëve. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Padyshim ata që thonë, Zoti ynë është Allahu, dhe pastaj qëndrojnë në rrugën e drejtë, nuk do të kenë arsye për të friksuar e as për të dëshpëruar kur të vijë vdekja. Ata do të jenë banorë të xhenetit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë, si shpërblim për atë që kanë punuar. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Njeriu ne kemi porositur të jetë i sjellshëm ndaj prindërve të vet. Nëna e mbart atë me vështirësi dhe me mundime e lindë. Ai mbarte dhe ushqehet me gjë për 30 muaj dhe kur arrin në moshën e burrërisë e mbush 40 vjet, ai thot: O Zoti im, më frymëzo që të falenderoj për begatitë që më ke dhënë mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira me të cilat ti do të jesh i kënaqur. Më dhuro pasardhës të mirë. Tek ty kthehem i penduar dhe ty të dorëzohem. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Këta janë ata njerëz të cilëve do t'u pranojmë veprat e tyre më të mira, e nuk do t'u avëm re veprat e këqija. Ata do t'jenë banorë të xhenetit. Ky është premtimi i vërtet që u është dhënë. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن
وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. Mirë po ndonjëri u thot prindërve të vetë, ju, apo më premtoni se do të ringjallim, ndonse para meje kanë kaluar shumë brezni, kur ata i drejtohen Allahut për ndihmë, duke i thënë djalit, mirë për ty, beso sepse premtimi i Allahut është i vërtet. Ai përgjigjet, këto janë vetëm prallat e popujve të lashtë. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Njerëz të tillë do të pësojnë fatin e kombeve të mëparshëm prej gjindeve dhe njerëzve, ndaj të cilëve u përmbush fjala e dënimit. Vërtet, ata janë për herë të humburit. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Për të gjithë do të ketë shkallë të caktuara, sipas asaj që kanë punuar, në mënyrë që Allahu t'i shpërblej për veprat e tyre. Askujt nuk do t'i bëhet padrejtësi. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ. Ditën kur ata që kanë mohuar do të vihen para zjarrit, do të thuhet, ju keni shfrytzuar gjithë të mirat në jetën tuaj toksore dhe jeni kënaqur me to, ndërsa sot do të ndëshkoheni me dënim poshtërues, sepse keni qenë arrogant në tokë, pa kur far të drejte dhe nuk jeni bindur Allahut. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Kujtoj vëlla në fisit Ad Hudin, kur e paralajmëroi popullin e vet në Ahkaf, ndërsa ka pasur paralajmërues edhe para tij, edhe pas tij, kur u tha, adhuroni vetëm Allahun, unë me të vërtet kam frikë se do t'ju godas dënimi i ditës së madhe. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Ata u përgjigjen, Fal, a ke ardhur të na largosh ne prej hyjnive tona? Sill na atë dënim që po na premton dhe të shohim nëse thua të vërtetën. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. Ai u tha, vetëm Allahu e di se kur do të vijë dënimi. Unë kam për detyrë vetëm që t'ju përcjell mesazhin për të cilin jam dërguar, por unë po shoh se ju jeni popull i zhytur në padije. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. Kur pa një re që u duk se vinte në drejtim të luginave të tyre, ata thanë, kjo re po sjell shiun. Jo, u përgjigj ai,
Kjo është ajo që ju kërkoni të vinte shpejt, një erë që mbart një dënim të dhëmshëm, i cili shkatëron çdo gjë me urdhrin e Allahut. E në mëngjes u pan vetëm shtëpitë e tyre të zbrasta. Ja, kështu e ndëshkojmë ne popullin keqbërës. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Ne I kishim bërë ata më të fuqishëm se ju, dhe u kishim dhanë dëgjimin, shikimin dhe zemrën, por as dëgjimi, as shikimi e as zemra e tyre nuk u sollën kurfar dobije sepse I mohuan shpalljet e Allahut. Ata I goditi ajo me të cilën talleshin. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Edhe më parë ne kemi shkatëruar vendbanime rreth jush, e u kemi shpjeguar atyre shpalljet tona, që ata të mund të ktheheshin në rrugën e drejtë. Përse nuk u erdhën në ndihmë atyre idhujt që I adhuruan si zota krahas Allahut, për t'u afruar tek Ai, vërtet, idhujt I lanë ata në baltë. Këto ishin vetëm gënjeshtrat dhe shpifjet e tyre. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. Kur ne dërguam të ty një grup gjindesh për të dëgjuar Kur'anin, ata kur erdhën I thanë njëri tjetrit, heshtni, dhe kur përfundoi leximi, ata u kthyen te populli I tyre si këshillues. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Ata thanë, o populli ynë, ne dëgjuam një libër të shpallur pas Musait, I cili vërteton shpalljet para tij, udhëzon nga e vërteta dhe tregon rrugën e drejtë. O populli ynë, përgjigjuni thirrësit të Allahut dhe besojini atij. Ai do t'ju afal gjunahet tuaja dhe do t'ju shpëtoj prej dënimit të dhëmshëm. Ata që nuk I përgjigjen thirrësit e Allahut, nuk do të mund t'i shpëtojnë atij në tokë dhe askush nuk do t'i mbrojë nga dënimi I tij. Ata janë në humbje të madhe. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. A nuk e shohin ata se Allahu I cili krijoi qiellin dhe tokën pa u lodhur as pak në krijimin e tyre, është I fuqishëm që t'i ringjall të vdekurit. Po, ai është vërtet I fuqishëm për çdo gjë.
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Ditën kur ata që kanë mohuar do të përballen me zjarrin, do të thuhet: Vallë, a nuk është kjo e vërtet? Ata do të thonë: Po, për Zotin ton. Ai do të thotë: Atëherë, shijoni dënimin për mohimin që keni bërë. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Prandaj, ti bëhu i durueshëm, ashtu si që kanë duruar me këmbëngulje të dërguarit e vendosur, dhe mos kërko shpejtimin e dënimit për ata. Ditën, kur të përjetojnë atë që u është premtuar, atyre do të duket se kanë qëndruar në tokë vetëm një çast të ditës. Kjo është shpallje e qartë. E kush do të shkatërrohet tjetër përveç popullit të pabindur?